Mistikja e famshme Baba Vanga ndaroi jetën në vitin 1996, por ka shumë që besojnë se parashikimet e saj ende po realizohen deri më sot, dhe një paralajmërim i frikshëm i ka shqetësuar disa. Bullgaria kaloi pjesën më të madhe të viteve të jetës së saj duke jetuar në fshatin malor Rupite, larg qendrave të fuqisë globale. Thuhet se aftësitë e saj të supozuara për të parashikuar të ardhmen i lejuan asaj të shihte ngjarje të rëndësishme shumë vite para se ato të ndodhnin. Tani, ndërsa tensionet vazhdojnë midis Iranit dhe Izraelit, ata që e kanë ndjekur punën e Vangës gjatë viteve kanë vënë re një parashikim shqetësues që ajo e kishte bërë për vitin 2025, sapo të bjerë Siria prisni një luftë më të madhe midis Perëndimit dhe lindjes. Në pranverë do të fillojë një luftë në lindje dhe do të ketë një luftë të tretë botërore, një luftë në lindje që do të shkatërrojë Perëndimin. Një nga parashikimet e frikshme të Baba Vangës fatkeqësisht ka ndodhur. Bëhet fjalë për tërmetin shkatërrues e vdekjeprurës në Azinë Juglindore, një profeci që rezultoi e vërtet, duke u marrë jetën rreth 2700 personave. Baba Vanga vdiq në moshën 84 vjeçare në vitin 96, por emri i saj vijon dhe përmendet edhe sot për shkak të parashikimeve që ka bërë, e verbër që në femirinë e hershme ajo thoshte se fuqitë e saj I kishte marrë gjatë një studhie të tmerrshme.